për te ideologjisë dhe tregon kulturën e dhunës dhe kulturën njerëzore. Kemi një çështje të ngjashme në Shtetet e Bashkuara me Jeffrey Epstein, ku viktimat e tij kanë bërë përpara dhe kanë bërë denoncime. Pra koha i ka hapur rrugë shqyrtimit të kësaj çështjeje dhe është jo vetëm e tmerrshme, një krim i tmerrshëm, por edhe paksa e turpshme që është mbajtur në heshtje për kaq kohë të gjatë. Në Sarajevo shumë fëmijë humbën jetën dhe unë mendoj se kjo është një çështje më shumë se sa etike me të cilën duhet të përballemi dhe këtu jo vetëm rastin e varrezave hebraike, por edhe me raste të tjera. Pra ka pasur edhe çështje edhe raste të tjera të ngjashme, të cilat duhet të trajtohen. Zonja Biserko, çfarë kërkonte Aleksandar Vučić në një zonë të tillë lufte dhe me rrezikshmëri të lartë? Kush e garantonte jetën e tij, sepse ashtu siç u zhvilluan ngjarjet atje, përplasjet, lufta, nuk është se ishte një zonë që mund të hynte kushdo, apo ja? Ai mbështete nga Slavko Aleksić, drejtuesi një njësie paraushtarake. Dhe siç e thash, atëherë ai paraqitej, prezantohej si një gazetar. Pikërisht roli i tij e bëri të pranishme të mundur qëndrimin e Vučić në atë periudhë. Nuk mund të themi se ai ka qelluar, sepse përgjegjësia penale duhet provuar, por ai është parë duke mbajtur një snajper dhe e ka mohuar personalisht përgjegjësinë e tij. Ai ishte pjesë e partisë së Sheshel deri në vitin 2008 dhe më pas mori drejtimin e Serbisë, të cilën e ka drejtuar për 13 vjet. Pra, jo vetëm përgjegjësia penale duhet provuar, por kjo ngjarje është tregues i një ngjarje të rëndë të ndodhur në Bosnjë, tek e cila Vučić ka qenë dëshmitar. A është e mundur krimi i një gjykate ndërkombëtare dhe a duhet Aleksandar Vučić të shkojë të paktën në një proces që është hapur tashmë në Milano për të dëshmuar si dëshmitar i asaj çfarë ka ndodhur në ato kohë të errta për Bosnjën? Do të ishte shumë e rëndësishme, do të jetë shumë e rëndësishme të shohim çfarë do të provohet nga gjykata e Milanos dhe kë do të therasë ajo për të dëshmuar, por nuk dihet ende se kush do të dëshmojë dhe sa do të tregojë në gjykatën e Milanit.
Milanos. the Milanese elite or Italian elite, rich elite, which was paying for these kind of services. Well, I don't Italia think ka that at this eksperiencë point it is, për çështje të something that tilla, will be, por nuk easily, besoj se set do të jetë up, diçka but obviously që do maybe të mund të Bosnia, such trajtohet court me could be set up, lehtësi. but I think there Mendoj needs to be a lot of evidence, and after se 30 duhen years, më it is shumë not prova so easy dhe to, pas 30 vjetësh reconstruct, nuk është aq e who thjeshtë killed whom, because të if you talk rindërtosh about, skemat e individual vrasjeve, criminal responsibility, të I zbulosh think kush it's vrau almost, kë. impossible Është to thuajse do e after so many years, pamundur. but even had the Por, court been set up then, edhe nëse it do is të ngrihej një difficult to, gjykat, do të ishte e identify who vështirë killed who. But të however, I think it identifikoheshin is something personat that, përgjegjës. we in the region, especially in Serbia, are confronted with this legacy of the war and moral Por and tani ethic në issues which Serbi, come from it. figura I'm not të sure that njohura anything of that po kind përballen me will take place. trashëgiminë e As I said, luftës. it very much Nuk e depends di nëse on do the, të krijohet një gjykat, proceedings in the por Milanese siç e court. thash, çështja varet nga procedimi në gjykatën e Milanos.